Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vijim patjetër që do të ndalemi tek një fenomen tepër shqetësues dhe një fenomen tepër serioz. Bëhet pikërisht fjalë për sigurinë kibernetike, por njëkohësisht edhe për krimin kibernetik. Dhe tashmë e dim që jetojmë në një botë, jetojmë në një planet ku çdo ditë më shumë kjo siguri kibernetike, por edhe krimi kibernetik vendoset shumë në dyshim dhe pikërisht për këtë arsye duhet të kemi një vëmendje të shtuar kundrejt sigurisë të dhënave tona personale, por të kemi një kujdes të shtuar edhe për jetën tonë. Patjetër pasi kemi parë raste të cilat kanë përfunduar në mënyrë tepër tragjike. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi ti diskutojmë me Elton Berberin, specialist IT, i cili është bashkuar me mua në studio. Elton, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit. Përshëndetje Albi, faleminderit për ftesën. Elton, patjetër që ashtu siç e parashtrova edhe në fillim të kësaj hapësire, jetojmë në një botë ku çdo ditë më shumë po kemi dyshime rreth mënyrës se si për të rihen të dhënat tona, rreth mënyrës se ku shkojnë të dhënat tona dhe se kush i zotëron të dhënat tona. Të paktën gjatë dekadës së fundit jemi përballur me raste ashtu siç e thash, të cilat kanë përfunduar edhe në mënyrë tragjike pikërisht për shkak të sulmeve të ndryshme me të cilat janë përballur qytetarët në të gjithë botën, por nuk dua të lë pa përfshirë këtu edhe Shqipërinë, por gjithsesi ne ndalemi fillimisht në terma të përgjithshëm dhe me atë se çfarë është duke u përballur bota aktualisht, një botë e cila nuk është e sigurt, le ta pranojmë këtë fakt dhe më pas ndalemi konkretisht tek disa raste të veçanta në vendin tonë. Çfarë shqetëson botën aktualisht sa i takon krimit kibernetik dhe sigurisë kibernetike, Elton? Zhvillimi teknologjik, le të themi që është në kulmin e tyj. Sigurisht ajo vazhdon të ecë mapa shumë të mëdha dhe më shpejt se sa që po ecin njerëzit sot. Bota virtuale është bërë shumë e madhe, zhvillimet janë hapur rrjete të pafundme, siç kemi rrjetet sociale, kemi lojra të pafundme dhe mund të themi që më të prekurit. Dhe të gjitha këto rrjete sociale dhe të gjitha këto aplikacione të ndryshme që krijohen së fundmi, në bazë të tyre kanë të dhënat tona. Pra ata kërkojnë të dhënat tona në mënyrë që më pas ne të kemi aksesin në këto lloj aplikacionesh. Mos është kjo një metodë që këta të zotërojnë të dhënat tona, Elton? Po, kjo është e vërtetë që në çdo hapje, çdo gjë që ti bën, të kërkojnë të dhënat e tua, emër dhe dhënat që deri diku më para kanë qenë dhëna shumë personale, shumë pak njerëz mund t'i kishin. Sot kërkojnë adresën, kërkojnë lokacionin, sot kërkojnë emrin, ditëlindjen dhe këto të dhëna për disa njerëz që kanë qëllime keqdasë. Janë dhëna që i ke sjell ke shtëpia nëse do ta përdorim fjalën. Është e rrezikshme. I ka dhënë një akses shumë të madh. Po, përveç ne edhe duke marrë shkas edhe nga një skandal i cili ndodhi vetëm pak kohë më parë ku të gjitha të dhënat tona u zbuluan këtu në Shqipëri, pasi sistemet e autoriteteve tona u hakeruan nga palë të tjera të treta dhe ende sot nuk mban askush përgjegjësi për atë çështje, por do të ndalem pak më vonë. Në gamën e aplikacioneve dhe të gjitha programeve të cilat ne kemi aktualisht, Elton, cilat janë ato lloj programesh të cilat në një farë mënyrë bëhen më të rrezikshme për sigurinë të dhënave tona, për sigurinë e jetës tonë, për sigurinë e të ardhmes tonë? Okej, atëherë sot që po flasim kemi programe të cilët operojnë në mënyrën stand-by. Le të themi që janë edhe kur operojnë edhe kur ne nuk e përdorim më. Dhe kjo është, le të themi, data entry, merr të dhëna, ndërkohë flasim, le të themi ne po flasim sot për diçka ajo na nxjerr aca të ngjashme, reklama të ngjashme. Por frika më e madhe nuk janë këto, sepse këto janë teknologji. Kjo është e mira. Kjo është e mira e gjës. Nëse teknologjia ta përdoret për këtë, kjo është e mira, sepse ty të mundson zgjidhjen e problemeve, por nëse teknologjia përdoret për cyberbullying ose për phishing ose për kjo është e rrezikshme, sepse ne kemi të rinj sot që janë të paedukuar për këtë gjë që po ndodh. Të rinj që dërgojnë foto njëri tjetrit, të rinj që familiarizohen me njëri tjetrin. Dhe çfarë ndodh kur një njeri familiarizohet me dikë me i panjohur, me i keqdashës? Automatikisht ai është pre, le të themi, i keqdashësi në çdo moment, duke dërguar të dhëna, gjithë problemi është që kur dikush familiarizohet, është shumë vështirë për ta parë si armik.
shihet si një mik. E qartë. Edhe çdo dëm pasaj vjen nga miku. Dhe ky është një problem pasojat e së cilës i vuajmë vetë ne në Të fund gjithë të si ditës. shoqëri, sepse unë jam me këtë që edhe rastin e vajzës që ndroi jetë për shkak të, unë mendoj që sociologjia na mëson që një njeri vetë vrarë në shoqëri është njeri vrarë nga unë dhe ti. E kjo është unë kam fëmijë vetë dhe është e tmerrshme. Unë mundohem gjithmonë që të mundohem që ta shoh çfarë po bën. Mirë, se ti në një farë mënyre je edhe person i fushës Elton dhe normalisht ato kufizimet e tua dhe ato metodat e tua patjetër që do t'ja përcjellësh edhe fëmijëve. Ndërkohë përpara se ne të futeshim transmetim Elton, po më flisje rreth një programi i cili është shumë i shpërndar, shumë i përdorur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam përshtypjen bër fjalë për kë program. Elton, çfarë është në vetvete dhe çfarë përfaqëson ky program në fund të ditës? Po, është një platformë në vetvete, quhet Roblox. Roblox, po, është për hapur masivisht tek të rinjt. Nëse sot flet me një të ri dhe i thua ke Roblox, është si thua ke TikTok, ke Instagram, ke Snap, domethënë direkt do t'japi akauntin e Robloxit, edhe aty çdo i ri mund të krijojë lojë, por jo vetëm i ri, jo vetëm fëmijë, po edhe i rritur, sepse ti jep mundësinë të krijosh lojën në vetvete. Edhe fillojnë luajnë. Po çfarë do kur luajmë? Mos si dikur kur ne kemi pas luajtur me peta ose nuk e lojrat që kemi pas bërë ose me biçikletë ose ku kemi rëshkitur me karroca, ne bëhemi shok. Po ne nuk në botën virtuale ky është problemi, sepse nuk kemi më fizikisht. Ne nuk e dim kush shihet mas atij profilit të Andit, të Mirit, të Gencit ose të Anës. Ne mendojmë që mund të jetë një Ana 8 vjeç, 7 vjeç sa vet personi që po shkruan, dhe mund të jetë një John 54 vjeç, i cili po kërkon të marrë sa më shumë të dhëna dhe ta bëj keq, siç kemi parë. Në Amerikë është bërë problematik shumë e madhe. Ka mbërritur në Europë të pakën ky lloj programi Elton? Shiko, programi është masivisht i instaluar në çdo telefon. Robloxin, po të shikon çdo person që ka një fëmijë e ka në telefon. Nëse fëmia s'ka telefon, se sot kemi edhe fëmijë që kanë telefon të tyre. Kështu që është masivisht. Kjo është më keqe e madhe me cilën po përballemi. Ndërkohë Robloxi më thej që është një program në të cilën ty të lejon të kesh akses në krijimin e lojrave të ndryshme. Por nuk ka një lloj barriere apo një lloj kufiri sigurie për personat të cilët mund ta përdorin këtë lloj programi. Jo. Çdo lloj programi nuk ka barrierë, sepse është ajo që gënjen. Ti mund thua që jam kaq, por për momentin që nëse një program nuk të kërkon me identifikimi është e kot. Ajo bariera moshës që ne po luftojmë kaq shumë. Edhe mendoj që nëse një ditë më jepet mundësia ta flas diku, një projekt ligj për të mbrojtur fëmijët është shumë i rëndësishëm. Mirë, patjetër, kjo është diçka e cila na intereson pothuajse të gjithëve, sepse bëhet fjalë për të ardhmen e brezave të cilët janë duke u rritur. Elton, po deri më sot që ne flasim aktualisht për këtë lloj programi, për cilin kam patur dieni në terma të përgjithshëm vetëm si emër, se më pas nuk e di se si funksionon, sepse nuk e zotëroj. Ka patur raste të cilat kanë shfaqur problematika ose të paktën deri në atë lloj faze që kanë cënuar sigurinë e vetë përdoruesve apo personave dhe palëve të tjera? Po. Në Amerikë po të futesh në YouTube sot flasësh Roblox Story, dalin pafundësisht. Persona që shkojnë ke dera shtëpisë dhe manja. Për çfarë probleme? Persona të smur mendor që kanë hapur profile dhe janë bërë miq me fëmijët dhe vinë sikur e kupton, as policia domethënë është detyrë, janë ca raste që është skandaloze, policia me zor i merr, sepse në mendjen e tij të smur ai mendon që e ka shok atë fëmijën e vogël, e kupton, është skandaloze ta mendosh. Në Europë mendoj që është më pak pasi e kemi ne këtë kulturën që i ruajmë pak fëmijët, ne edhe kur shkojmë të lozim shqyr. Kjo është gjë e mirë. Është pak më mbrojtur në këtë pjesë, por që sigurisht që ka ardhur sot pafundësisht flasin. Po të shikosh ti merr telefonin fëmijës, fëmia të bëhet nervoz, sepse ka lënë bisedën me Lukan ose me e kupton, kjo është problematik në vetvete, se nuk e di kush është Luka ose Aldoja, kush po flet në Roblox. E qartë. Ndërkohë, aplikacionet të cilat përbëjnë të tilla probleme serioze, si mund t'i rendisim, Elton, në të gjithë gamën e këtyre aplikacioneve, deri më sot, cilat kanë qenë këto programe ose aplikacione që kanë ndikuar për keq në jetën e individëve? Po, unë kapa më shumë këtë, sepse kjo ka atë mundësinë që ta thash, loz, kur ti luan,
ti e ke thyer Ndërkohë që ti luan, ke arritur edhe të peshkosh. Po, je bërë friendly, po, e kupton kjo është. Kurse nëse ti përdor TikTokun, ti po kalon video, e kupton, dhe është pak më vështirë do të shkruaj skemi e mëra, do të më është një bisedë se sa të familiarizohet. Dhe mund të bllokohet shumë kollaj ose Snapi, pa shumë po historië se mbas të videove, mbas të reklamave. Kurse me këtë është shumë aksesim i thjeshtë. Kjo është ideja që unë e vendos të parin për të rrezikshëm për fëmijët, gjithmonë. Po flasim për group motion 5-12. Kjo është rrezikshëm. Domethënë mosha më delikate e mundshme. Ndërkohë Elton, ashtu siç e nisi edhe ti në këtë hapësirë, jetojmë në një botë ku teknologjia është duke përparuar jo çdo ditë më shumë, po çdo sekondë më shumë. Dhe po përballemi me një sër fenomenesh të ndryshme dhe ndërto aktualisht më e përdorura është edhe inteligjenca artificiale. E pranojmë që mbase inteligjenca artificiale na ka sjell një sër lehtësirash në të komunikuar apo qoftë edhe në të bërit punën tona të përditshme. Por kjo inteligjencë artificiale, a ka ato rreziqet e veta dhe nëse ka, kush mban përgjegjësi për to? Nëse ka, kush është ai i cili duhet ta stopojë, duhet ta kontrollojë dhe duhet t'i jap fund një diçkaje e cila nga diçka e vogël mund të kthehet në diçka të madhe duke rrezikuar jetën e dikujt, pasi kam përshtypjen me inteligjencë artificiale mund të më krijosh edhe mua duke folur në 7 gjuhë të ndryshme të botës siç bëri me kryeministrin Rama. Gjithsesi kjo është tjetër çështje. Po, shiko, është shkak të akuzosh pse u shpik rrota. Do të thonë është teknologjia dhe sot si i thon AI është e armja, të flasin të vërtetën dhe nuk duhet parë si kërcënim. Edhe pse sot ne po shohim që shumë njerëz po ikin nga puna, domethënë po zëvendëson krahun e punës, domethënë edhe në hapa shumë të shpejta se ç'ishte menduar. Po pse unë nuk duhet ta shoh si kërcënim, deri në momentin që me AI ose inteligjencën artificiale ti mund të krijosh, mund të më vendosësh mua në 7 vende të ndryshme njëkohësisht dhe të kesh një qëllim dashakeqës për mua, pse duhet të jetë kjo e ardhmja e botës? Po, sigurisht, përderisa ka mendje njerëzore mbrapa që mendojnë negativisht dhe mendojnë pozitivisht, ka gjithmonë të mirë dhe të keqe. Do ekzistojnë ato dy, i keqi dhe i miri. Përderisa ndodhet një mendje mbrapa kompjuterit. Dhe kjo është ideja, përderisa ti je i nevojshëm, deri në momentin që do japësh jetë asaj. Në momentin që kur mori jetë kjo është lufta sot tek teknologjisë që nuk e mirë dhe e keqe gjelet prapë tek njerëzit. Teknologjia ose inteligjenca artificiale njeh vetëm të mirën. Dhe të mirën, po të flasin vërtetën, po e zhvillon në hapa gjigante. Nëse njeri nesër pas nesër për të bërë një libër do i duaj shumë kohë, sot tregon 10 ngjarje të kyçe dhe zhvillimi është, mora një shembull kështu ose video që the që bëri kryeministri edhe të tjerë që kanë bërë. Është rrezik. Madje kam përshtypjen që do ta provoj edhe unë këtë të folurin në 7 gjuhë të ndryshme sepse do më duket shumë interesante për ndjekësit e mi patjetër. Po. Ndërkohë Elton do të zhvillohet, po deri ku mund të arrijë? Po, kjo është një pyetje shumë e bukur. Derisa të ketë memorie. Sepse çdo gjë shihet brapa një serveri, shihet brapa një kompjuteri. Do të thonë ajo zhvillon deri në një pikë ku s'ka më memorie. S'ka më hapësira për të zhvilluar. Sepse ndryshe nga njeriu që është i kovizuar në një trup të vogël, teknologjia kërkon salla të mëdha me kompjuter super të mëdha. Edhe deri në momentin ku sallat do jenë më të mëdha, mendoj aq do jetë stopi. A shihet kjo lloj teknologjie edhe për përfitime personale, përfitime financiare, maramëndse, le ta themi, Elton, mbase a shihet vërtet për të mirën e njerëzimit, për të mirën e qytetërimit, apo më shumë për të mirën e xhepave të këtyre personave që i zotërojnë aktualisht këto kompani të cilat merren me menaxhimin apo krijimin e këtyre programeve? Po. Edhe pse është inteligjenca artificiale, të personat që do përfitojnë janë personat inteligjent. Që edhe pse mund të duket sepse duhet dish si të artikulosh dhe duhet dish çfarë të kërkosh. Ka shumë njerëz që tin çfarë kërkojnë, edhe sot po fitojnë shumë lek, shumë euro. Po jo çdo kush mund t'i fitojë. Po, kjo është ideja, po që se mund të rigjit ditën mëngjes drek darkë në këto lloj programesh dhe s'fitoj asgjë. Po, se gjithë ajo është si e kërkon dhe çfarë ti di në bazë të asaj që kërkon, është shumë e rëndësishme. Që mos më e pas si kërcënim.
me pasi zhvillim. Domethënë ajo bën gjë, multiplikon atë që ti di, kaq. Nëse ti se di 0 për atë gjë, është shumë e vështirë që ta japi 0. Do të zvendësoj shumë shpejt jetën njerëzore kjo lloj mënyre të zhvilluarit? Do zvendësoj shumë gjëra. Se domethënë ka filluar po largohen njerëzit nga vendet e tyre të punës dhe duke u zvendësuar nga imazhe dhe animacione të krijuara me AI që janë ngjasojmë fiks pikërisht me qenie njerëzore. Sa problem përbën kjo? Po, kjo përbën problem, por njeriu është shumë i fuqishëm në këtë pjesë. Nuk çdo gjë është krijuar nga njeriu dhe kontrollohet nga njeriu. Deri në një farë pike, domethënë gjithmonë. Prandaj duhet fjalët që do të zvendësohen. Unë që jam brenda teknologjisë, unë e shoh si një avancim, e shoh si një bonus, një plus. Nuk e shoh si zëvendësim, sepse nuk zëvendësohen ndjeja, nuk zëvendësohet asnjë gjë që ka ardhur nga diçka që nuk është krijuar nga dora e njeriu. E kupton? Por një pjesë të mirë të gjërave patjetër që do zëvendësohen. Dhe këtu pastaj çdo qeveri, çdo pushtet, po e flas global, që krijon ligje sociale, do i mbijetojë duke përdorur teknologjinë për shumë gjëra që njerëzit bëjnë dhe njeriu mund të rritë duke shijuar jetën. A mendon që aktualisht jemi në një luftë të tretë botërore, Elton, por një luftë e cila është duke zhvilluar më shumë në kahun e teknologjisë sesa në kahun e luftës fizike ballë për ballë? Po, mendoj, vërtet ka vite që ka nisur. Nëse Donald Trump i tha Zelenskit, po nis luftën e tretë, luftën e tretë ka vite që ka nisur. Është lufta e teknologjisë. Kush di më shumë? Kush ka më shumë? Gjithmonë në informacion. Sepse informacioni është pushtet sot që flas. Kush mund të themi me plot bindje që është superfuqisë e lakon kësaj fushë? Kush mban rekordin ose vendin e parë Elton? Kemi 2 inteligjenca shumë të mëdha artificiale. Është ChatGPT-ja që po e përdorin globalisht gjithë, por kemi edhe DeepSeek-un që ka hyrë në mënyrë të frikshme. Kjo e dyta ishte? DeepSeek. Po. Që janë Korea edhe domethënë që po bëhet lufta e madhe Kinë, Amerikë. Por ideja është që po, nëse e kam mirë në mendjen time të fiksuar është ky programi dhe aplikacioni tjetër i cili është duke sulmuar në një farë mënyre ChatGPT-n. Për të vetëm janë të frikshme të dyja, në çdo lloj gjëje, databazet të jashtëzakonshme, inteligjente, të zgjuara dhe të japin informacione parë, për vetëm se DeepSeek-u ka një gjë që për ne është falas. Edhe kjo është e gjitha. Pjesa legëve shkon shumë më vonë. Edhe për Europën, në një farë mënyre pjesa falas është bërë si një lloj sulmi frontal për të marrë pikë të paktën nga përdoruesit e ChatGPT-s dhe për të sulmuar këtë lloj aplikacioni? Patjetër, sepse në momentin që do ketë më shumë friendly user në DeepSeek dhe jo në chat. Aktualisht në çfarë balancesh jemi Elton? Unë di të them që sa ka dalë edhe mund të ketë shkuar gjysmë për gjysmë. Pra, së fundi është publikuar, është realizuar dhe mund të ketë vajtur gjysmë për user. Vetmi arsye është çështje financiare, kam përshtypjen, apo ka dhe veçori të ndryshme në sa i takon mënyrës së përdorimit. Nëse ti paguan se kam përshtypjen të paktën mbaj sa kam lexuar, bëhet fjalë dhe një pjesë e madhe e përdoruesve të ChatGPT-s janë mërzitur ose janë zemëruar me ChatGPT-n për shkak të informacionit mbase të cunguar dhe nga ChatGPT e kanë gjetur informacionin që e kërkonin ashtu siç e donin tek DeepSeek-u, mos gaboj, tek kjo që është krijuar së fundmi. Nëse ti ke një user free, është shumë i kufizuar. Me këtë jam shumë dakord. Nëse ti shkruan ChatGPT sot me një user që s'ke paguar asgjë, do kesh informacion shumë të cunguar. Dhe nëse shkon po njësoj në DeepSeek, nuk po i bëjmë reklam, edhe shkon rëndyshin, ka një teknologji të re, ke të frikshme. Domethënë që në ChatGPT do të paguar diku ke $15. Edhe kjo është avantazh shumë i madh. Sepse ti nga këtu ke një flet, 10 flet. Edhe kjo është e gjitha. E qartë, ndalemi pak në minutat e fundit Elton, edhe tek një sër ngjarjesh me të cilat jemi përballur së fundmi në vendin tonë, ti more vetëm pak minuta më herët rastin e 17 vjeçares e cila u vetvar në Gjirokastër, mos gabohem, ndërkohë vetëm para pak kohësh jemi përballur
me një tjetër lloj sulmi të drejtë kibernetik me raste bullizimi apo qoftë edhe deri në ekstreme mund të shkonte në qytetin e Korçës me rastin e disa vajzave, një rast i cili është bërë publik pothuajse gjërësisht në mediat tona. Këto e shumë raste të tjera. A jemi një shoqëri e cila i duam të keqen njëri tjetrit dhe nuk kemi si t'ja bëjmë të keqen ballë për ballë njëri tjetrit dhe zgjedhim këtë anën tjetër e cila mbase nuk është shumë e kufizuar dhe mbase të jep pak më shumë më tepër liri, apo çfarë duke ndodhur me ne si shoqëri, Elton, dhe kush mban përgjegjësi në fund të ditës për jetët të cilat grabiten në një lloj mënyre të pa drejt nga sulme të cilat mund të ishin parandaluar kohë më parë. Sulme të cilat vijnë nga këto lloj programesh dhe aplikacionesh dhe ne e dim shumë mirë. Është trisht në fakt kur e mendon që është e vërtet të gjitha që se neve na është bërë diçka e zakonshme. Dhe ky është problemi më i madh në psikologji që kur diçka është bërë e zakonshme, ti nuk e shef më si kërcënim. Nuk e po ngopemi me këtë rast Elton dhe ende sot e kësaj dite nuk kemi një lloj bariere apo një lloj strukture të posaçme e cila të merret pikërisht me këto krime. Po. Unë them që së fundmi kam informacion shumë, kështu që ka diku ka 2-3 muaj që janë krijuar disa struktura që ti denoncon dhe ata janë struktura të posaçme, po flasë kështu struktura në për pjesë komisariatesh. Por problematik qëndron sepse është kur ti ja jep vet aksesin. Kjo është e gjitha gjëja, domethënë. Por ne kemi këtë bullizimin, si me rrjetet sociale, si me teknologji, si pa teknologji, për fat keq kanë ardhur jemi bullizuar diku ose kemi në thonjza në fëmijëri. Është problematik shumë e madhe. Duhet mendoj që faji takon dhe prindit dhe mësuesit thonjza. Sepse aty çdo gjë pastaj kalon nëpër rrjetet sociale. Kështu shumë njerëz mund të kryqëzojnë me këtë sapo thash, por që mendoj që ne duhet të gjejmë fajtorin. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë mendoj personalisht që po u gjet fajtori, krimi është xhaj zgjidhur. Kush është fajtori në këtë mes? Kush është fajtori në këtë mes? Familja dhe shkolla, mësimdhënia. Sepse kur ata dy edukojnë që ti që në klasë parë po flas, që ti mos shpënda, ti duaj njëri tjetrin, ti sillu mirë me njëri tjetrin, të gjithë jemi rritur në familje, gjithë kemi pasur, por mësuesi e ka në dorë ose prindi e ka në dorë se si ta trajtoj një fëmijë që bullizon. Sepse bullizimi qoftë fizik dhe online është më i frikshëm, sepse online ai nuk ka kufizim. Online s'ka ku shëndaloj, e kupton, është para një tastiere ose para një keyboardi dhe është zjarr, e kupton, foto intime, foto nudo qarkullonin në një rrjet i cili ishte publik për të gjithë dhe ato vajza ishin vetëm 16-17 vjeçë, Elton. E tmerrshme, e kupton? Ai është i pandalshëm. Ajo, personi që është para keyboardit. Këtu po, duhet identifikuar, zgjidhet problemi dhe sigurisht unë mendoj që duhet nisin masa mbrojtëse, është shumë e rëndësishme, dënime. Qoftë ndoshta nëse janë moshë të vogël. Mirë, pa kaluar tek çështja e dënimeve, se kjo pak më shumë është çështje morale dhe çështje integriteti. Përpos shoqërisë, ti si autoritet, a duhet të marrësh disa masa të cilat do të bëjnë ndalimin dhe bllokimin apo ngritjen e barierave sa i takon kësaj çështje, sepse nuk duhet të ndodhë një situatë dhe më pas ti si autoritet të thuash do t'i marri masat, po ndërkohë kemi humbur një jetë të pafajshëm. Është e vështirë kur flet për jetë njeriu, është e tmerrshme. Por dua ta krahasoj si çdo biznes që nisi nevojë tregut, kështu është dhe kjo që për sa kohë njerëzit do jenë aty, bëjnë gabime, do ketë mbylli sa duash, mbyll një rrjet, do hapet një tjetër. Është, e kupton, është shkallë që s'do mbaroj kurrë. Ti hap një, do dali shumë tjerë. Është e pamundur ta bllokosh në këtë rast. E vetmja mënyrë është që ti ta parandalosh. Është si puna e sëmundjes. Kur ti e parandalon, e ke më të thjeshtë që të gjesh hapjen e duhur, edhe më të thjeshtë që të gjesh ligjin e duhur, familjet, vendos fajtorët, vendos personazhet që do dënohen. Edhe për këtë mendoj që mund të jetë një projekt ligj që e kam në mendje. Nëse në një ditë më jepet mundësia, pse jo, do ta aplikoj edhe këtë.
Patjetër, dhe do ishte një hap tepër i rëndësishëm. Ndërkohë Elton, mesazhi i fundit drejtuar në terma të përgjithshëm, po flasim drejtuar të gjithë përdoruesve të aplikacioneve dhe rrjeteve të ndryshme, gjithmonë sa i takon sigurisë kibernetike, ëh? Po, okay. Do ta jap një mesazh që të gjithë prindërit me që fëmijët dhe adoleshentët janë më problematik, monitoroni fëmijët. Nuk ka pse fëmia të ndihet gangster ose fëmia të ketë frikë të ketë monitoruar nga ju. Shikoni, merrni telefonin e tij, nuk është prishje privatësie të kontrollosh fëmijën tuaj. Të kontrollosh fëmijën tuaj do të thotë që ti e do. Ti e do shumë. Kështu që unë them, rrisni dashurinë për fëmijën tuaj dhe kontrollojeni, sepse shumë e rëndësishme çfarë programe përdorin, ku i përdorin dhe ti parandalojnë, pse jo? E qartë. Sa janë kohë. Ndërkohë unë të falenderoj shumë që ishe sot në Faks News. Faleminderit ty edhe ishte një kënaqësi shumë e madhe. Kënaqësi gjithmonë. Ne shkëputemi në publicitet, rikthehemi me njëherë pas pak.